shkon në Itali, Austri, Rusi, në Moskë. Moskë atëre ishte vende i kumbive që një revolucionare dhe botë. Më 1926, shtator, student aplikon në Universitetin e Transkaukazisë në Tbilis për ekonomi politike. Është interesant pyetjen e pyet rektori, e pyet komisioni, i thotë, çfarë degë do studiosh? Një punë, një degë thotë që ke bëj me njerëz, dua punë me njerëz. Dhe studion për ekonomi politike. Më 28 shtator, sëmundja tuberkulozit nga burgu italian i Sozanit i atrarohet. Komisioni mjekësor ndalon të punojë më shumë se 6 orë ditë. 1928, shkon në Odesë dhe organizon shqiptare dhe artishëm me veprimtari atletare. Më 1928, përfundon studimin shkencor me titullin Federacioni Kaukaz-Ballkan, ku jep argumentet dhe formacionin analog për Federatën e Ballkanit. Boton libra, studimor, teoria e vlerës së punës, ekonomia politike e Napoleonit, kryendritja e dekabristëve. Më 1928, nga korespondenta e shpesh në Shqipërinë dhe shojmë anketën pyetësore mbi gjendjen social-ekonomike në Shqipëri që ja dërgon NIP-i të plotësoj, NIP-i i tij është Jakov Mile.